إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد me të vërtetë të gjitha lavdërimet I takojnë Allahut. Atë lavdërojmë, ndihmë dhe falje vetëm prej Tij kërkojmë. I kërkojmë mbrojtje Allahut nga e keqja e veteve tona dhe punëve tona. Atë që udhëzon Allah nuk ka kusht ta humbë, ndërsa atë që ai e humbi nuk ka kusht ta udhëzojë. Dëshmoj se nuk ka të adhuruar tjetër më të drejtë përveç Allahut vetëm pa ortak. Po ashtu dëshmoj se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam është robi dhe I dërguari I Tij. Lëvdata e shumtë dhe shpëtimi I Allahut qoftë mbi të, mbi familjen dhe shokët e Tij, si dhe mbi gjithë ata që I pasuan ata me përpikmëri deri ditën e Kiametit e më pas. Robërt Allahut, kini frikë Allahun e lartësuar dhe besonin atë që Allahu ju ka sjellë dhe ju ka zbritur, siç është feja dhe udhëzimi I Tij, si dhe falenderoni begatitë e Allahut që vazhdojnë pa ndërprerje mbi ju. Furnizohuni me devotshmëri, sepse ajo është furnizimi më I mirë. Shfrytëzoni pjesën e mbetur të jetës suaj me vepra të mira, që t'ju falen gjunahet tuaja, t'ju shumëfishohen të mirat dhe që të fitoni gradat e larta tek Allahu I lartësuar. Robërt Allahut, të gjithë ata musliman që Allahu I lartësuar ua ka bërë rizq që të jenë gjallë sot, kanë mirësinë që të përjetojnë dhe të përfitojnë mirësinë e këtyre 10 ditëve të bekuara, të cilët janë 10 ditët e para të muajit të shenjtë të Dhulhijhes. Ditët më të mira të vitit në mënyrë absolute, ashtu sikurse kanë rënë në unanim të gjithë dietarët e umetit. Ndaj Allahu I lartësuar thot për to: وَيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ, dhe që të përmendin emrin e Allahut në ditët e njohura për bagëtitë pra me të cilat ai ka furnizuar. Ndërsa pejgamberi sallallahu alaihi wasallam duke treguar për vlerën e tyre ka thënë: "Ma min ayamin al-amalu salihu ahabbu ila Allah min hadhihi al-ashr." Qalu wala al-jihad fi sabilillah ya Rasulullah. قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء. Nuk ka ditë ku vepra e mirë është më dashur tek Allahu se sa në këto 10 ditë. Ata thanë as gjihadi në rrugt të Allahut o I dërguari I Allahut, ai tha as gjihadi në rrugt të Allahut, përveç se nëse dikush del me veten dhe pasurinë e tij dhe nuk kthehet më asgjë. Robërt Allahut, pra këto 10 ditë janë ditë bekuara. Në to Allahu I lartësuar ka ligjësuar lloje të ndryshme të veprave të mira, ku për besimtarët e sinqert ka tregti të suksesshme. Nga sa ato janë një sezon I madh, një fushë fisnike veprimi ku besimtarët garojnë në vepra të mira, shpejtojnë arritjen e faljes dhe në xhenetet e begata. Këtë gjë ata e bëjnë duke punuar me ajetet e qarta të Kuranit fisnik dhe duke shpresuar në shtimin e mirësisë së gjërë nga Zoti I qiellit dhe I tokës. Dhe me të vërtetë, Allahu I lartësuar në librin e Tij ka dëshmuar për nxituesit në falje dhe në xhenete se ata janë garues dhe të parët në të mira. Ka thënë Allahu: "Ulaika yusari'una fil khayrat wa hum laha sabiqun." Ata janë që nxitojnë në të mira dhe pikërisht ata janë të parët në to. Po ashtu Allahu I patmeta thot: "Wasabiqun as-sabiqun ulaika al-muqarrabun fi jannatin na'im thullatun min al-awwalin wa qalilun min al-akhirin." Thot të parët në Islam dhe hijret janë të parët në ahiret. Ata janë të afërtit me Allahun në xhenetet begata. Shumica atyre janë prej të parëve, të hershmëve, kurse një pakicë prej brezave të mëvonshëm. Robërt Allahut, kush ishin ata që ishin të parë në Islam dhe hijret, dhe që shfrytzuan çdo kohë dhe mundësi për arritjen e kënaqësisë së Allahut të lartësuar? Ata ishin sahabët, shokët e dërguarit Allahut sallallahu alaihi wasallam,
madje ata ishin të parët në vepra të mira dhe të parët në kërkimin e xhenetit. Si shembull për këtë, përmendim sahabiun e nderuar Anas ibn Nadr radhiyallahu anhu. Kështu nga Anas ibn Malik radhiyallahu anhu transmetohet se ka thënë: Xhaxha im, Anas ibn Nadr, nuk mori pjesë në luftën e Bedrit. Ai tha: o i dërguari i Allahut, unë mungova në luftën e parë që luftova me idhujtarët. Pasha Allahun, nëse Allahu më jep mundësi që të luftoj me ta ndonjëherë, vërtet Allahu do ta shikojë se çfarë do të bëj. Dhe kur ndodhi lufta e Uhudit dhe muslimanët u tërhoqën u zbrapsën, ai tha: o Allah, kërkoj falje për atë që bën muslimanët dhe distancohem nga ajo që bën ata idhujtarët. Pastaj u hodh për të shkuar në luftë. Para i doli Sa'd ibn Mu'adh radhiyallahu anhu, ndërsa ai tha: o Sa'd, xheneti, pasha Zotin e Enesit, unë po e ndjej erën e xhenetit që vjen pranë Uhudit, pranë në vendin ku do zhvillohet betejë. Kështu ai u fut të luftoj derisa u vra. Thotë Enesi radhiyallahu anhu: gjetëm në trupin e tij më shumë se 80 plag nga shpata, ose shpime me hesht, ose goditje me shigjeta. Ne e gjetëm atë të vrarë dhe mushrikët pra idhujtarët e kishin masakruar trupin e tij, dhe askush nuk e njohu atë, përveç motrës e tij, e cila e njohu nga majet e gishtave të tij. Po ashtu Enesi radhiyallahu anhu tha: ne mendonim apo e shihni se për të dhe për të ngjashmit me të ka zbritur ky ajet: minal mu'minina rijalun sadaqu ma ahadu Allah alayh, فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. Prej besimtarëve ka burra, të cilët e vërtetuan atë gjë për cilën ja patën dhënë besën Allahut, kështu që disa prej tyre përmbushën besën e dhënë dhe u vranë në rrugt të Allahut, kurse disa të tjerë po presin që të përmbushin besën e dhënë dhe të vdesin në rrugt të Allahut, madje ata nuk e ndryshuan besën e tyre, por se ju përmbajtën asaj. Po ashtu vëllezër të nderuar, Amr ibn al-Jamuh radhiyallahu anhu ishte një plak i mëshor dhe kishte njërin këmbë të qartë. Ai kishte 4 djem që dilnin në xhihad me profetin sallallahu alaihi wasallam. Kur ndodhi betejë e Uhudit, ai deshti të dilte bashkë me ta, por djemt i thanë: o baba im, Allahu të ka dhënë leje të mos dalësh në xhihad sepse je i çal. Dhe Allahu ka thënë në Kur'an: leysa 'ala al-a'raj haraj, nuk ka më kap gjuna mbi të çalin nëse nuk del në luftë. Por Amri shkoi tek profeti sallallahu alaihi wasallam dhe i tha: o i dërguari i Allahut, unë dëshiroj që të shkel me këtë këmbën time të çal në xhennet. Profeti sallallahu alaihi wasallam i lejoi atij të dilte në luftë dhe ai luftoi me trimëri derisa ra dëshmor në fushë betejë. Pastaj profeti sallallahu alaihi wasallam tha për të: sikur ta shihni Amrin, tani është në xhennet dhe nuk çalon më fare. Robert Allahut. Këta janë vetëm 2 shembuj nga historitë e pafundme të shokëve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, që tregon për sakrificat dhe përpjekjet e mëdha të tyre për fitimin e xhenetit. Pikërisht sahabët janë ata që ne duhet të marrim për shembull dhe që duhet të ndjekim. Ndaj le të ndjekim shembullin e tyre dhe të shfrytëzojmë këto ditë begata për të bërë sa më shumë vepra të mira, me qëllim që të fitojmë faljen e Allahut dhe xhenetet e larta të tij. Kështu në krye të veprave të mira në këto 10 ditë të Dhulhixhes vjen ruajtja e obligimeve, siç janë 5 kohët e namazit, largimi nga gjunahet e mëdha dhe pendimi i sinqert tek Allahu i lartësuar. Për këtë arsye Allahu i patmeta thot në librin e tij: innal ladhina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu fala khawfun alayhim wala hum yahzanun ulaika ashabul janna khalidina fiha jazaan bima kanu ya'malun. Vërtet ata që thanë Zoti ynë është Allahu, e pastaj që ndruan të palë kundër, ata nuk do të kenë frikë dhe as nuk do të pikëllohen. Të tillët janë banorët e xhenetit, aty do të jenë përgjithmonë si shpërblim për atë që punonin. Ndërsa në një hadith kutsi thuhet: wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi shay'in ahabba ilayya mimma aftaratu alayh. Robi im nuk afrohet tek unë me diçka më të dashur tek unë se sa me atë që unë ja kam bërë obligim atij. Po ashtu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i ka përgëzuar ata që dëshmojnë shahadetin, falin namazin, agjërojnë Ramazanin, japin zekatin,
kryen haxhin dhe mbajnë lidhjet farefisnore, se do të futen në xhenet dhe do të largohen nga zjarri, siç thuhet në shumë hadithe të sakta. Kurse Allahu I patmeta thot: "In tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayyi'atikum wa nudkhilkum mudkhalan karima." Nëse ju I shmangeni gjunave të mëdha, për të cilave ndaloheni, ne do t'ju ashlyjmë juve të këqijat tuaja dhe do t'ju fusim në xhenet me një hyrje të nderuar. Ndërsa nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam është vërtetuar se ka thënë: "Men ahabba an yuzihzaha 'anil nar wa yadkhul al-janna falta'tihi maniyatuhu wa huwa yu'minu billahi wal yawmil akhir walyati lin-nasi ma yuhibbu an ya'tuhu ilayh." Kush dëshiron të shpëtojë nga zjarri dhe të hyjë në xhenet, le t'i vi vdekja duke besuar në Allahun dhe ditën e fundit dhe të sillet me njerëzit ashtu siç dëshiron që ata të sillen me të. Po ashtu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë: "Innaka lan ta'mala 'amalan tabtaqi bihi wajha Allah illa izdadta bihi darajatan wa rif'a." Me të vërtetë, ti nuk ka vepër që do ta bësh duke dashur me të fytyrën e Allahut, veç se do të shtohet me të një gradë dhe do të lartësohesh. Robert Allahu, nga veprat më të mira në këto ditë bekuara është haxhi dhe umreja për ata që kanë mundësi. Kjo për shkak se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë: "El-umratu ila al-umra kaffaratun lima bainahuma wal hajju al-mabrur laysa lahu jazaa'un ila al-jannah." Umreja deri në umre shlyen gjunahet ndërmjet tyre dhe haxhi I pranuar nuk ka shpërblim tjetër përveç xhennetit. Po ashtu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot: "Men hajja falam yarfuth wa lam yafsuq raja'a ka hay'ati yawmin waladatu ummu." Kush bën haxhin dhe nuk flet fjalë të ndyra, e as bën vepra të shëmtuara, kthehet si ditën që e ka lindur nëna. Po ashtu pejgamberi alayhis salam thot: "Tabi'u al-hajj wal-umra fa innahuma yanfiyani al-faqra wal-dhunub kama yanfi al-kiru khubth al-hadid wal-dhahab wal-fidda." Thot bëni vazhdimisht haxhin dhe umren, pasi ata largojnë varfërinë dhe gjunahet, ashtu siç pastron furra e zjarrit pa pastërtitë e hekurit, arit dhe argjendit. Pra kanë ardhur hadithe të shumta që tregojnë për vlerën e haxhit dhe umrës, dhe se shpërblimi I tyre është si shpërblimi I xhihadit në rrugt të Allahut, si dhe që ato janë xhihad për ato që nuk mund të shkojnë në luftë rrugt të Allahut të lartësuar. Pra në haxh dhe në umre fshihen gjunahet, shumë fishohen të mirat dhe zbresin të mirat dhe begatit nga Zoti I qiejve dhe I tokës. I lutem Allah të lartësuar që t'i ndihmoj muslimanët për kryen e haxhit ashtu sikur sa I do të kënaqet, si dhe na bëjë neve prej atyre që I shtojnë veprat e mira në këto ditë begata dhe që të kthehen tek Zoti I tyre me kërkim falje dhe me pendim sinqert. Aqulu hadha al-qawl wa astaghfirullaha li wa lakum min kulli dhanb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamda ash-shakirin wa uthni alayhi thana'a adh-dhakirin. Ahmaduhu bima hamidihi lati huwa laha ahl wa uthni alayhi al-khayra kullah. لا أحصي ثناء عليه هو كما أثنى على نفسه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Robert Allahut, po ashtu në krye të veprave të mira në këtë ditë është kurbani, pra therrja e kurbanit, sepse ai është një nga adhurimet vjetore të këtij ummeti, nga sa Allahu I lartësuar thot: "Wa yadhkuru smallahi fi ayamin ma'lumat ala ma razaqahum min bahimatil an'am." Dhe që të përmendin emrin e Allahut në ditët e njohura për bagëtit pra me cilat ai ka furnizuar. Po ashtu Allahu I lartësuar thot: "Fasalli li rabbika wanhar." Falu për Zotin tënd dhe therr kurban. Ndërsa pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë: "Ma amila ibnu Adam yawma an-nahri amalan ahabba ila Allah min iraqati ad-dam." Thot biri I Ademit në ditën e kurbanit nuk ka bërë ndonjë punë më të dashur tek Allahu se sa derdhja e gjakut të kurbanit. Madje pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka bërë kurbanin për 10 vjet rresht në Medinë dhe ka thënë se kurbani është suneti I babait tuaj Ibrahimit alayhis salam dhe se gjaku I kurbanit
ka pozitë dhe vlerë tek Allahu i lartësuar para se të bjerë në tokë, thot. Prandaj bëjeni atë me zemër të hapur. Robërt Allahut, duke qenë se agjërimi është një vepër që nuk krahasohet me të tjera, sidomos në një mod të butë pa vabë dhe pa ditë gjatë. Ai është një shpërblim që fitohet kollaj. Madje ai është stolia e veprave kur veprat paraqiten tek Allahu i lartësuar. Allahu e ka veçuar atë për vete midis të gjithë veprave të tjera. Ndaj agjëroni sa të mundi në këto ditë, me shpresë në shpërblimin dhe mëshirën e tij. Në veçanti agjëroni ditën e Arafatit, për cilën pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë: "Ahtasibu an yukaffira as-sanata al-madiya wal-baqiya." Shpresoj se Allahu do t'i fshijë me të gjunahet e vitit që kaloi dhe vitit që vjen. Robërt Allahut, namazet vullnetare, sadakaja të biri, përmendja Allahut, leximi i Kuranit dhe lutja, të gjitha kanë ndikim dhe shpërblim të madh për të sinqertët dhe vepërmirët. Kurani është përmendje më e lartë, ndërsa tekbiri, tehlili, tesbihu dhe tahmidi janë të veçuara në këto 10 ditë. Ndaj le t'i përmbajmë këtyre adhurimeve madhështore dhe të jemi të mbindur ndaj Allahut, nga sa Allahu i patmetë thotë: "Walau anna katabna alayhim an iqtulu anfusakum aw ikhruju min diyarikum ma fa'aluhu illa qalilun minhum walau annahum fa'alu ma yu'azuna bihi lakana khayran lahum wa ashaddu tathbita وإذا لأتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما ومن يطع الله ورسوله فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. Asikur ne të kishim caktuar atyre, vridhni vetët ose dilni nga shtëpitë tuaja, nuk do ta kishin bërë përveç një pakice, por po ta kishin zbatuar atë me cilat ata u këshilluan. Do të kishte qenë më mirë për ta dhe më e qëndrueshme dhe do t'u kishim dhënë nga ana jonë shpërblim të madh, si dhe do t'i kishim udhëzuar në rrugën e drejtë. E kush i bindet Allahut dhe të dërguarit, ata do të jenë bashkë me ata të cilët i ka begatuar Allahu, sikurse ishin pejgamberët, siddiqunët, pra ata që besojnë shumë, shahidët dhe njerëzit e mirë, e sa shokë të mirë që janë ata. Kjo mirësi është nga Allahu, e mjafton që Allahu e di shpërblimin e ahiretit. Allahu më begatof mua dhe juve me Kuranin fisnik dhe më dhënë dobi mua dhe juve me ajetet dhe përkujtimin plot urësi që ka në të. Ibadallah, inna Allah ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dhil qurba wa yanha 'anil fahsha'i wal munkari wal baghi ya'idhukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha al-'azim yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dhikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un.